Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të ndëruar shikues, vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takojmë edhe sonte në këtë takim të radhës, në këtë transmetim të drejtpërdrejtë në emisionin tonë Ky është i dërguari im. Ne gjatë këtij cikli emisionesh kemi pasur rastin që të njihemi me jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Si jeton ai, si ndërton ai veten, shoqërinë, si ndihmonte, si ballafaqoi me sprovat, me sfidat, me armiqt e shumë të ndryshëm, shumë situata të ndryshme që na janë përcjellur neve përmes transmetimeve të sakta e që kanë të bëjnë me jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kemi thënë sara se mësimet e këtilla për neve janë me të vërtetë shumë të domosdoshme, të rëndësishme. Janë burim i frymëzimit dhe i udhëzimit për neve në të gjitha sferat e jetës. Allahu te bareku te ala ka dërguar pejgamberin alayhi salatu wasalam shembulltyr për neve. E ka dërguar që të mësohemi përmes tij, të mësohemi si të jetojmë, si të reagojmë, si të falenderojmë, si të durojmë, si të pajtohemi, të falim, të lidhemi mes vetë, e shumë mësime shumë të tjera që na u përcëllën përmes transmetimit të sakta nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Të nderuar shikues, ne në ditët që lam pas kaluam në ditët më të mira të vitit, në ditët e Dhulhijhes. Ne këtu kishim agjendën tonë të adhurimeve dhe në kuadër të emisioneve në PIS TV keni pasur mundësi që çdo natë me hoxhallar të ndryshëm të shoqëroheni me mësimet dhe udhëzimet dhe inkurajimet e duhura si duhet me e kalu Dhulhijhen. Në transmetim të drejtpërdrejtë përmes telefonatave të juaja është pasuruar edhe më tepër emisioni dhe besoj që deri diku është arrit që në këtë dinamik të jetës, në këtë agjend kaotike, të imponojmë deri diku një agjend të duhur, të adhurimit të Allahut te barekuhu teala në favor të shuzimit të duhur, të ditëve që kaluan. Ne kështu tentuam këtu të veprojmë. Haxhilerët vazhduan rrugtimin e tyre, të nderuar shikues. Ata vazhduan me Arafatin, me Muzdalifën, me hudhin e gurëve, Minën e kështu me radhë, dhe tashmë shumica e haxhilerëve kanë filluar që të lëvizin nga Mekka. Haxhilerët tonë elhamdulillah kanë arritur shëndosh e mirë në Medinë, kanë edhe disa ditë në Medinë, pastaj dal ngadalë përgatiten për të kthyer në atë dhë. Zoti ja u lehtësoft e ndihmoft dhe adhurimet Allah ja pranoft. Këto ditë kaluan, të nderuar shikues, mirë po duhet që të marrim shënime. Duhet që të bëjmë një llogaritje. Duhet që të bëjmë një analizë të ditëve që kaluan, a thu vallë çka ne përfituam, çka ne morëm nga këto ditë. A ishin ditë veçanta që tentuam të bëjmë disa punë mira dhe kaluan, apo ishin edhe ditë që na dhanë mësim? Veçanërisht, për shembull, ajo që ka të bëjë me haxhilerët. Të ndërua në kuadër të biografisë të Muhamedit alayhi salatu wasalam, ne nuk mësojmë vetëm ngjarjet, zhvillime që kanë ndodhur si ndodhi, por ne mësojmë edhe diçka shumë për te kësaj. Shohim se jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk ishte një jetë me vuajtje, larg asaj. Ishte një jetë me kontribut, me produktivitet, plot elan, energji, gjallëri, lumturi, kënaqësi, dashuri. Po mbi gjitha, vrem tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë një qasje raport me jetën që dërgonte mesazhe të qarta kush e përcjellin e tij se ne këtu jemi kalimtar. Është e vërtetë të ndëruar shikues se duhet me ndërtu dunjan, duhet me punu, duhet me u angazhu. Pasuria është vlerë që Islami e vlerëson atëherë kur fitohet si duhet dhe atëherë kur shfrytëzohet dhe përdoret si duhet. Andaj nuk është çështja tek pasuria, tek autoriteti, por është çështja tek, domethënë, rangimi i këtyre në jetën tonë, ku e kanë vendin. Problemi sot është se fitimi i caktuar material
sasia e caktuar e parave të fituara, një pozitë e caktuar e fituar, dominon jetën e njerëzve. Është bë prioritet, madje edhe në dëm të raporteve mes nesh, madje edhe në rënim të raporteve farefisnore, madje edhe familjare. E udhëzimet e pejgamberit sa nuk na mësojnë kështu. Jeta është e shkurtë. E pat haxhin. Haxhi është një jetë në miniaturë. Nëse më pat dunja që është e haxhin. Domthon Arafati tash me shku nuk të rrihet. I frikshëm është. Veç vet. S'ka banor, s'ka shtëpi, s'ka njerëz. Pak ditë më herët ishte i populluar me afër 2 milion njerëz, metropol. Dunja është e tillë. Njerëz kalojnë për te, kryjnë punën e tyre, vazhdojnë tutje. Mirë po, mbetet pyetja, çka na mbeti neve? Po, ata që kaluan ka Arafati, shpresojmë që ju mbeti falja nga Allahu, ngritja dhe shpëlimi. Ata që agjeruan ditën e Arafatit, shpresojmë që na mbeti falja nga Allahu, shpëlimi dhe ngritja. Mirë po, për te kësaj çka mbeti? Të ndruar duhet me pyet vetëm gjithmonë kështu. Po ne fituam këto. Ne ndërtuam këtë, ne bëm këtë. Në rregull, çka na mbeti nga ajo që është njerëzore, nga dashnia, respekti këtu me radhë. Mos vallë, duke ndërtuar këtë, po rënëm diçka tjetër. Nuk duhet që në emër të një ndërtimi të rënëm pastaj shumë më tepër se që kemi ndërtuar. Do të shikuar realisht sa ja vlen ky ndërtim i caktuar. Në gjuhën arabe është një thënie, një proverb që thuhet për një mbret që realisht s'ka ditë me i kalkulu gjërat që duhet. E thojnë, hedeme misran li ebnie kasran. Thot, e ka rënuar një qytet për të ndërtuar një kështjell. Një qytet e ka prish krejt për një kështjell. A ja vlen? Nuk ja vlen. Sahi, është e vërtet. Nëse shikon kështjellin e ka ndërtuar bukur, kështjelle po mënoj shumë reprezentative për ballë delegacioneve, shteteve të caktuara, shumë e bukur. Mirë po kosto e sa ka qenë. E këto do të më pyet. Po ti po fiton, ti po arrin, ti po shkon, kosto e sa është në raport me pjesë e tjera të jetës. Nuk është jeta këtë veç vrapim pas materiales. Jeta është shumë më tepër se kaq. Po materiali është pjesë e jetës. Nuk mund ta mohojmë. Materiali është e domosdoshme për jetën, po nuk është e vetmja. Është edhe ana shpirtërore, është ana emocionale, është ana humane, njerëzore kështu me radhë. Prandaj të ndrum shikues. Nëse njëri për shembull themi kështu, e ka një sasi të caktuar të parave. Ka një makinë mirë, telefon të mirë, del, njerëz shikojnë një sukses shumë, me arritje, shumë mirë. Mirë po, nëse shikojmë për shembull për të arritur këtë, çfarë është dashur me bë? Nuk do të shikojmë pasaj me sy të admirimit. Për shembull, nëse kanë qenë prind duke jetuar në banesë, i ka dëbu për nga banesa. I ka dëbu. I ka dërgu prindrit në shtëpit plegjve. Nuk kujdes fare për ta. E ka shit banesën. E ka shit shtëpi në 100.000 euro. Dhe si pasoj e këti veprimi, apo ka fitu para dhe ka investu në biznes. Aja ka vle? Aja ka fitu është të vërtet? Po ka fitu para. Pa e ka up dignitetin, e ka up njerëzillëkun, e ka up ftyrën, e ka up atë që ka realisht nuk bën tupet, as nuk shitet. Përdaj të në rrumë shikues, kjo shembull të regon se jo gjithë shka matet me sa ka dikush. Jo gjithë shka shit e blet në treg. Po në treg ka gjëra që shiten dhe blen, po jo gjithë shka. Nuk mund të shesësh dignitetin në treg, nuk mund të blesh moralin në treg. Nuk shitet atje as nuk blet. Po gjëra të caktuara jetësore po blen këtu, në qendra të caktuara tregtare po i blen. Prandaj jeta është shumë më tepër se një shitblerje. Jeta është shumë më tepër se një fitim i caktuar, sasi e caktuar parash. Jeta është shumë më tepër se një komoditet, se një rahati, se një pushim, se një shtëpi e gjerë, shumë më tepër se kaq është. Po jeta e kërkon edhe komoditetin, e vërtetë është. Jeta e kërkon edhe rahatin, po jeta e kërkon edhe
Pse jo, pasurinë, e kërkon pushimin, gjitha jeta e kërkon. Por nuk është jeta e tëra kjo. Kjo është ideja. Që qëndrohet komplet angazhimi jonë, përpjekja jonë, mundi jonë, për garantuar një pushim të caktuar, një komoditet, dhe pastaj jeta nuk është asgjë për të kësaj, a ja vlen kostoja? Nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Nga se tek mund është e shkurtër. Jeta është shumë e shtrejtë, në shikues. Shumë është e shtrejtë. Pra dietarët tonë na kanë mësuar duke thënë, jeta është shumë e shtrejtë, nuk mund ta paguan dunjaja jetën. E pamundshme është. Don me ashit jetën tënde. Kësaj dunjaja është çmim shumë i lirë apo. Badihava e ka shit jetën. Se nuk ia vlen për dunjan me ashit jetën. E mirë, për çka e vlen dunjaja? Veç për një çështje. Veç një çmim mundet me e ble. Domthon dunjaja është kënaqësia e Allahut dhe shpërimi në xhenet. E për këtë ja vlen. Ja vlen jetën, domthon me organizu në frym të asaj që ka të bëjë me arritin e kënaqësisë Allahut xhallahu ala dhe përfundimin e xhenet. Xheneti është po çmimi i jetës sonë. Çka ka në xhenet nuk ja vlen. Nuk ja vlen sinqerisht. Për faktin se është shumë lirë. E sot njerëz jo që e shesin jetën e tyre për dunjën, se dunjën këtë kurrë se ka marr. Po kur e sheh për shembull vëllezërit për çka carohen, për çka prishën, për një banesë, një apartament, një cop toke. S'flet baba me djalin, vëlla me vëllain, motra me vëllain, vinte tek vrasit e fqenëve me zveti, për çka? Për çka këtë banale thjeshta? Pastaj njëri ecë rrugëve të ndyta, të pestat fitimit, për çka? Që të ketë një tesh më të mirë, kërë më të mirë, por nuk ja vlen më burr. Nuk ja vlen. Disa kanë zgjedhur më të keqen, shesin drogë, helmojnë fëmijët tanë. Helmojnë fëmijët tanë, që ata të përfitojnë, sprish punë pasojat e kësaj ku pastaj na shpihen si shoqëri. A prishet shkolla, a prishet rinia, a prishet e ardhmja, a prishet familja, ata në këto fare s'kalkulojnë. Ata kanë një kalkulim, sa trashet kuleta e tyne. A ja vlen? A janë për të lavdruar? A janë për lakmi këta? Kur? Absolutisht. As nuk duhet t'jen kur ta për lakmi. Se këta në rënues të venit e të ardhmës, jo ndërtues të saj. E shumë të tjera nga shembujt e jetës së përditshme. Pa e ndërruar shikues, duhet të vëdësohemi. Duhet që ta shohim jetën nga një tjetër perspektivë, shumë më të pasur, shumë më kolorite, shumë më të ndërtuar, se thjesht nga perspektiva e materializmit dhe kënaqësive të përkohshme të kësaj bote. Dhe për ta pasuruar jetën, dhe për të ngritur çmimin e jetës, Islami ka mësimet e veta. Dhe për këtë është me të vërtetë pejgamberi është figura e dur, që nëse ndjekim me lejen e Allahut mënduar, do ta pasurojmë jetën tonë për te pasurimin material, për te, parave të caktuara apo çfarë do pozite. Edhe pozita, të ndërruar shikues, po është e natyrshme njëri me kërku, veçanërisht kur është i bindur se ka mundësi me kontribuar dhe me dhon mundin për përmirësimin e shoqërisë, nuk prish punë. Mirë, po më u shndru, çdo mjet në të lejuar, pavarësisht çysh, veç me arrit të pushtetit, përmes mashtrimit, manipulimit, përmes fyrjeve, sharjeve, akuzave, s'prish punë, veç të marrë një karik, a bën këtë njëri dur, a ja vlen? Nuk ja vlen të në shumë, nuk ja vlen vëllai kur apën. Ne kam mësuar pejgamberin edhe pushtetin si më e kërku, edhe karikën si më e kërku, edhe këtë si më bë, po duke rru dinitetin, duke rru që mos morrnu tjerat, por duke ndërtu një karrierë rëna këtë tjerat, ka kështu qasja e dur. Rëna raporte me këtë, prish me këtë, prish e vetën, shkatroj të ardhmen, s'prish punë për me ndërtu një karrikë, një karrierë caktuar personale. A ja vlen? Do të them të nërë shikues që neve në duhet që të shikojmë me tjera syze dunjon. Me tjera, të shikojmë nga ma shumë se një perspektivë. Gjithë shka që ka të bëjmë me këtë botë. Të punojmë, venjën ka nevojë për punë, venjën ka nevojë për investime, ka nevojë për zhvillim ekonomik, ka nevojë njëri, edhe veni, ne kena nevojë. Mirë, po kena nevojë mbi gjitha për njëri, për familje, për raporte, për njerëzit, kena nevojë. E kjo që po e kërkoj nuk e rrezikon atë dytën. Përkundrazi, jap kuptim dhe ashton edhe më tepër. Por nëse këtë se kërkojmë, ajo e dyta ne aprish këtë shumë. Ai jo veç me menu. Në gjëra të caktuara të kësaj bote, pavarësisht çka ndodh. Ose nganjëherë nuk punon për atë që e mendon se duhet me pas. Kjo është hala më e keqe.
Me po, shëndrohet në lakmi, shëndrohet në një dembeli, bezdishme, gërditshme, shumë të keqe, dhe pret dikush minimum. Pret dikush me qu, paron nga jashtë, edhe në ndihmë të caktuar që i vjen nga shteti apo nga dikush tjetër dhe vazhdon tutje deri në shpenzimin e atyre parave, pastaj thot çon zotë të tjera. Kjo është mendim i keq për Zotin, që ti dembel pa punë me menu që të vinë parat. Allah ka caktuar furnizim, po çish po të vjen? Kjo është pyetje e madhe, jo sa po të vjen, po çish po të vjen me rëndësi me pyet veten. Apo të vjen me djersën tonë, me mundin tonë, me punën tonë, apo po të vjen me dorën e shtrirë dhe me gjuhën e zgjatur duke kërkuar vazhdimisht, çish po të vjen? Edhe kjo me rëndësi. Edhe këtë duhet me pas parasysh. Jo veç me pas parasysh sa po vin, po edhe çish po vin. Çish po vin? Apo vin me djersën time, me mundin tim, apo vin halal, apo vin nga rruga haram, nga po vin? Edhe kjo pyetje me rëndësi. I po të ndëruar shikues, që pyetja e vetme e njerëzve të jetë, sa, veç, s'është me rëndësi, si, qysh, pse, s'është me rëndësi është veç, sa. Këtë tjerë pyetje të parëndësishme, kjo është qetësuese. Është problematike. Andaj të ndëruar shikues, vinë këto sezonet e adhurimeve, vinë këto situata frymëzuese, sikur thash haxhi, Dhul-Hijja, vinë tjetër me radhë. Tash jena në prag të muajit Muharram, muaji Dhul-Hijja është muaji i fundit, fillon viti i ri i muslimanëve dhe me të muaji Muharram. Dhe viti i ri realisht është nisur nga një ngjarje e madhe hijreti, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam u sakrifikua dhe ka shumë mësime nga hijreti që do të flasim për to dhe kemi folur, që do të marrim mësim nga këto ngjarje, nga këto zhvillime për jetën tonë, për ta përmirësuar standardin e jetës, edhe material, po jo vetëm. Për ta përmirësuar standardin e jetës edhe në aspektin edukativ, moral, njerëzor, raporte mes vetes, social e shumë tjera. Jeta është shumë më tepër se sa një kafshat buke që është në gojë. Jeta është shumë më tepër se një petk që e vesh. Jeta është shumë më tepër se një kerr që ti i gra. Jeta është shumë më tepër se një shtëpi që banon. Është më shtresë se këto. Ka shumë më tepër se kaq në jetën tonë, që duhet të interesohemi, të angazhohemi për ta pasuar jetën dhe për ta ndriçuar edhe në segmente tjera, por jo që të mbetet vetëm rruga e dunjas e ndriçuar, e rrugët të errësuara, rruga e moralit e errësuar, rruga e dinjitetit e errësuar, rruga e adhurimit e besimit e errësuar, e këto kush ndriçon? Të varfruara skaqshmërisht, nga se matë si na kujdes për to, as se kemi ushqyer sa duhet, nga se krejt fokusi është me ndriçu atë që ka të bëjë me botën materiale. E kjo është varfrim realisht. Kjo është dështim realisht që nuk duhet me aliu vetes sonë të ndroshë shikues. Prandaj na gjithmonë shëzojmë situata të caktuara, Dhul-Hijja, muaj Muharram, muaj Muharram kemi edhe Ashuran. Musa alayhis salam si shpëtoi nga faraoni, një adhurues i dunjas i keq, që për me ngop egun e tij shtypi popull dhe shkatroi të ardhmen e njerëzve. Aty ka shembull caktuar se çka bën një njeri që nuk ngopet me dunja kurr. Dhe në shembullin e Musait që erdhi me shpëtu popullin e tij nga kthetrat e egrat e faraonit. Pa jeta është më shumë se kaq. Ta jetojmë jetën më mirë, më këndshëm, më komod, më lirë. Jo me këto panika, këto ngarkesa, këto strese që po na ngulfatin jetën fatkeqësisht. Për na bojë që mos me gëzu begatit, për shkak se lakmia për begatit, për na mundson që edhe këto që kemi mos më kënaq me to. Zilia pse ai ka begati, për na mundson që me këto që kemi mos më kënaq fare. Kënaqu atë ki, i ka pa ti Allah, po të kalon edhe ty, kënaqi me tujat. Pse lakmon tjetrin? Shikoj çka të ka Zoti, kënaqi me halal, e mos e lakmo haramin. Jeta është kështu të ndërruar shikues. Kështu të kuptuar, kështu ka kuptim jeta. Kur jetojmë për të dhënë, jo për të marrë. Kur jetojmë për halal, jo për haram. Kur jetojmë për të ndriçuar jetën nga gjitha aspektet, segmentet, po jo veç rrugën e dunjas me ndriçu. Kuptim material po flas. Kuptim material. Atë jeta ka kuptimin e vet, wallahi ka aromën e vet këndshme. Është e bukur, është e këndshme, është e mirë. Mirë po kur ndriçohet nga gjitha anët. Nga gjitha anët. Përveç nëse një anë ndriçon dhe e pasuron, tjerat i errëson dhe i varfënon, patjetër që
jeta bëhet e vështirë, e rëndë, e pa kuptimt, e zbrazët, dhe në fund humbi dhe dështim Allah në rujtë. Për qenë të suksesshëm, për qenë të përmbushur, për qenë të mirë, për qenë realisht njerëz, për të jetuar jetën tamam ç'është duhet me jetu, me krejt përbërësit e saj, të kompletuar, e kemi figurën e gatshme, të kompletuar si duhet, Muhammedin alayhi salatu wasallam. Andaj, të ndjekim hapat e tij, të mësojmë për të, ta përmirësojmë jetën tonë përmes asaj që ai na ka mësuar, që të jetojmë një jetë të dinjitetshme dhe të kemi një përfundim të dinjitetshëm dhe faqebardh dhe dalet tek Allahu të suksesshëm e faqebardh dhe në fund një çmim meritor për jetën tonë që është xheneti, kënaqësia e Allahut dhe përjetësia në botën tjetër, në kënaqësi e në mirësi të shumta që ka përgatit Allahu i mënduar për robët e tij të devotshëm e të sinqertë. Allah na mundsoft, na përmirësoj gjendjen e na drejtohet në rrugën e drejtë. Kjo është një këshill përmbyllëse në lidhje me aktivitetet e Dhul-Hijjës dhe Bajramit në përgjithësi, nëse Allah xhallahu që vitin e ardhshëm këto ditë dhe kjo fest të na gjenë në situata edhe më të mira, në gjitha aspektet, më të organizuar, më të lidhur me vetë, më shumë dashni e respekt, një familje hala më e ndërtuar, më organizuar, më e duhur, se që e kemi atë të sotshme. Zoti na dha të mira e na mëson që të bëjmë gjithmonë mirë e na ruaj nga e keqja dhe nga keqbërësit e njerëz të ligë të ndryshëm. Të nderuar shikues, sonte kemi edhe të hapur telefonatat që nga fillimi, por dira që kjo këshill të jetë, domthonë, e pa shkputur me telefonata, prandaj që nga kjo moment rreth mund të bëjmë inkuadrimin e telefonatave dhe los regjin që të bëjnë inkuadrimin e parë për këtë emision sonte. Po urdhëni? Selam aleikum. Aleikum selam. Unë të ishte hoqë me të avoni pytje, ama edhe mësë në paragjiku kështu, edhe nëse ka hëgjallar që dhe i paragjiku e njerës, unë falina, po momentalisht edhe jam depresion shumë të madhë, po. Edhe do me thëmë një kona, kam anë këthin kronik, po. Edhe kam akt paniko, do me thëmë i kam disa simptoma që do me thëmë që regullime, me siguri e kuptan, po. Edhe kështu që i pi disa barna shumë të rona, do me thonë për 200 miligram, do me thonë, pishtë një hapë që e përdori one. Po. E ta është i pak më kalëshu të akati, kështu nuk po muna me bo adhurim, aqë sa kom bo one, kom qef, e dua Allahun, mundona krejt, dhikër mundona me bo sa të moj. Ama nuk po moj, edhe me ju përkushtu ashtu si për para që ju kom përkushtu, do me thonë gjanave tjera. Po e qartë me kjartë. Ama kuptam një që kjo nuk është hajgare se depresioni, kjo të bjen në vrasje. E lere ma do me thonë, unë e kam qef më këthy ku jem kone, që qa ku mbohet të krejt, po nuk po moj. Shkurt e shqip nuk po moj se jam e lodhen e psikisht edhe fizikisht. Edhe pyetja e dytë është me thonë që unë kam probleme shumë me vezvesën. Po. Do me thonë një sen e loj 10 herë edhe më doke që kur vi me flajtën gjumë, thamë jo, në shtadin me një ven se kom fërku mirë, një sërvëngjes kur qona e fshi prapë qatë ven. E kapi një derë me fshi për shambull të balkonit, shambull konkret, edhe e fshi 10 herë, edhe se më doke që kom fshi mirë, edhe ma ndena më do të me marë që të sus tjerë që një jashta terapistem, që të sus tjerë me marë, se që që mu edhe në bezdis, mu lodna psikisht, edhe dhe që shumë vezvese kam për me fshi, kam qef të të nkrejt me konë perfekta ma edhe në dhe që shti, nuk e di, më do ka që sështë, a në realitet është, e që kjo është pyetja e dytë, edhe ju faleminderoj shumë. Selamun aleikum. Aleikum salam. Kemi telefonat inkuadrojmë, por dani?
Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një dy pyetje. Porna. Një femër e mbulu mamën do të me shku pa mbulesë, do me thonë xhenet, edhe çfarë rëndësie ka mbulesa në jetën e kësaj bote. Po. Nëse vendos, edhe pyetja e dytë është dallandyshe që vinë në reqin folej në shpetem, për shembull ka ndodhur vinë në reqin, javë kum prish disa herë apet e kanë në req, ma kum vendos për hir të Allahut, thash edhe në ta në reqin, sa dojnë të rinë, se dyqysh, a kum bo gjuna që javë kum prish. Po e qartë, e kupton. Selam aleikum. Aleikum selam. Nuk dhja kemi telefonat e të radhës. Po urdhani. Selam aleikum. Aleikum selam, vërtullah. Kam një pyetje. Po. Po bëj më shumë. Në përmjek shkoj non stop të jetë në përmjek. Nuk po kam shëre, nuk e di arsyen se shkoj marr poziona dhe shtin kalon 2 ditë 3 ditë edhe prapë më rrugë. Prim të frimë jam shumë keq. Në pensione, shëqerë që shtë. Po. Në dhe kam ditën pyetje një person. E ka vënu mboletën, 17 vjetë në duket, 17. Ashtë i ka bo 33 vjetë, sa është përdo me hek shamin, e përdo me shku shkollë, është jashtë. Nuk po moj që thot me moj shamin, ta është tanë ditën ku me shku shkollë, tani ku me punue, tanë ditën në stop jam lëvizja, nuk po moj me moj shamin, ta është po du me hek shamin. E di qysh, nuk po mdo këtë atorte, po kemë shamin të mos. Po e kupton, po. Ka vendos me hek, nuk e di. Po e kupton, po mdo këtë gjënja është shumë a mos, e di pëse i ka ordaja ide, njëre vënëj shumë e rejtë, ashtë të da një hek. Po, falënderit e kupton. Falënderit shumë. Mirë, kemi të telefonat? Selam aleikum. Aleikum selam. Bon një pyetje hoq. Porna. Unë edhe bashkëshorte kemi ble një shtëpi para 13 viteve. Në atë kohë nuk e kemi ditë që do me thënë kredite është haram, po jemi pendu shumë, edhe do me thënë edhe pak kohë kemi veçse me darë për kreditit, po pyetja ime është që a bën ndërkohë me kursy edhe për haqë, edhe nëse na bëhen paret për haqë për tjetrin vetë, edhe pse kemi ende do me thonë borqe, a kështë mujt me kry haqën, a me prit deri sa të pagun borqen. Po e qartë e kupton. Po e qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë. Ingodu me këtë telefonat, mirë, urdhani. Po urna. Që duket ka problem, mirë. Mjaftojmë me këto që ka nërë një herë, se ka nërë pyetje mjaftushëm, po edhe janë pyetje që kërkojmë pak kohë për të përgjigjë. Se përket shikuesës së parë dhe telefonës së parë për këtë emision sonte, nësë Allah që Allah ju ndihmu, ty dhe gjithë aty që janë të sprovë me këtë sprovë, hoxhëllarët e mirë kuptojnë këtë gjendje, edhe pranojnë që njëri mund të ketë depresion. Problemet e tilla shëndetësore që kanë bëjmë aspektin më tepër psikologjik dhe psiqik, nuk janë në kundërshtim me udhëzimet fetare, nuk është gjuna njëri me pas depresion, nuk është shaj e dobësisë e besimit, absolutisht, por normal, nga njëre ndoshta njerëzit më tepër japin hapësirë depresionit se që ai realisht ndoshta e kërkon tek njëri, po them kushtimisht. Si pasojë e faktorëve të shumë, prandaj na nga njëre tentojmë të thjeshtu situatën për me lehtësu njeriu te kalimin e situatës. Depresioni është një smundje që nuk mund ta mohojmë. Është një problem i caktuar që sjell çrregullimin e njerëzve. Andaj ne zakonisht preferojmë që me ndjek rrugën e trajtimit mjekësor për këtë çështje, por jo vetëm. Andaj ka shumë faktorë që ndikojnë në këtë gjendje. Disa faktorë shpjegon mjekësia, po disa faktorë shpjegon edhe feja, që nuk bën me përjashtu edhe shpjegimin fetar për këtë problem. Ne besojmë që ekziston shejtani, besojmë. Dhe ne besojmë që shejtani tenton forma të ndryshme me e shkatrua jetën e njeriut.
nuk kursen në këtë drejtim asnjë metodë. Një nga ato metodat kryesore që i përdor është mbjellja e vezveseve tek njeriu. Mbjellja e zhgënimit për jetën, dëshpërimit, që kjo gjendje, nëse njeriu nuk din me menaxhu, i sill probleme të shumta, e dobëson deri në atë mos që dikur nuk ka forcë më reagu. Edhe pastaj këtu fillojnë me u shfaq problemet që kanë bëjë pas edhe me mendimet edhe me shumë probleme tjera të brendshme që veç ata që din, veç ata që e kanë këtë hall e din se sa vuajnë nga këto. Prandaj, nëse jemi të bindur se ka hise këtu edhe shejtani, dhe jo vetëm, më thash, ka edhe faktorë tjerë, po na përën nga aspekti fetar, ka hise shejtani, duhet me minimizu ndikimin e tij. Dhe me shikuar se prej cëllave burime në ka ardhur depresioni. Ka mundësi ka ardhur për shkak si pasojë ndonjë krize të caktuar një që ke pas, ndonjë sprovë të caktuar një që ke pas, ndonjë pritshmëri që nuk është realizuar për shembull, ka diçka ti e di vetëm më së miri. Dhe aty me kthin bazë dhe me trajtu. Nëse është vezvese, nëse është çytje, nëse është sprovë, përgjigja ka përgjigje. Dhe me tentu pak edhe me e luftu me të kundërtën që me kuptimet e caktuara me kthy vetes disponimin jetë, jo vetëm me medikamente. Medikamentet e kanë ndikim, por shpesh mund të jetë më shumë negativ se pozitiv, dhe kjo është e dëshmuar. Por nuk duhet nga ato pavarësu, patjetër, mendoj që duhet me pas një dozë caktuar të besueshmërisë edhe tek terapia mjekësore. Mirë po ka diçka që mund të mirët për te medikamenteve ose në suport dhe medikamenteve. Dhe me qetësu njëri vetën sot ka mundësi. Domthon caktimi i Allahut, Zoti e di më së miri çka do të qoftë nga burimi që e ka shkaktuar depresionin apo më shumë se burim, t'ia japum përgjigje duhur. Andaj është keni ndoshta ndonjë konsult direkt me ndonjë hoqë me bisedu, që din këto gjëra i besueshëm i pjekur, që mund të japë disa këshilla orientuese për me rimar kontrollin mbi gjendjen tonë. Çështja e dytë është me ibadetet. Ti përgjatë tërë kohës që jenë këtë gjendje dhe bën sabër për hir të Allahut, nuk bën veprime të pahishme, nuk i përgjigjesh fatkeqësisht, nuk i përgjigjesh, dua të them, në këtë situatë çytjeve të shejtanit, ti në ibadet je. Se ti po bën sabër, po pajtohesh me ato që të kanë ndodhur, domthonë nuk po shfrenohesh, nuk po klit, nuk po bërtet, nuk po kështu me radhë, nuk po flet fjalë pahishme, po je përmbajtur, kjo është sevap, kjo është ibadet. Durimi është adorim. Pa nuk i mund të me kon e përkushtuar në disa rekate më tepër të namazit. Okej, jetash në ibadet, në adhurimit, në adhurimin e sabrit, po domthon. Je në adhurimin e sabrit, dhe në adhurim je. Allah në përmende. Nështë e ke përmende më përpara, po tash pretimi i adhurimit është këtë si ndryshe. Nga gjene që ki, dhe kjo tash është sevap ekstra në veti pretimi i adhurimit. Lutja që ti japon Allahu te barekuhu teala me atë përgjërim, me atë dorëzim, varfëni që Allahu ka me të ndihmu, me këtë bindje, kjo është ibadet. Veç kjo gjendje jote, kjo mendim i mirë për Allahun xhallahu është ibadet. Pa nuk e ke dobësu ibadetin, por je duke kaluar nga një formë të caktuar ibadetit në një formë të caktuar ibadetit. Kjo alhamdulillah. Pa dhikri po Kurani po namaz rigati, farzit, ka është më rëndësi. Dhe pastaj tjerat mbrana mundësive që ki. Mos e ngarko vetëm me këtë tash jam dobësues, po me ibadet, jo, ti je në ibadet. Ti je në adhurim. Përderisa realisht bën sabër, ke mendim mirë për Zotin vazhdimisht, se Allah ka më ndihmu. E lut Allahun te barekuhu teala, me lenin Allah ti je në ibadet. Çështja e tretë për këtë vezvesave. Ti vetë pranon që është vezvesa, po. Mirë, vezvesja ku e ka burimin? Te shejtani. Do shejtani po do me të lodh, me të angazhuar me gjëra të kota, ansore për me ta rëndu jetën. Pse po i përgjigjesh? Nëse dina burimin e veprimit caktuar, atë pse ti përgjigjemi? Nëse për shembull vezvesja nuk dihet pika vjen, mund të jetë nga meleku, për shembull kushtimisht, apo me menu njëri. Meleku mëson mirë, atëherë pe fërkoj disa se meleku nuk mëson keq. Me kon që kështu ani nuk i dashur të përgjigj. Lemo kur e dim burimin cili është. Do të shtojnë dëm me të lodh. Shikoj po të bën pastaj krahas provës që ki me të lodh më tepër, po merr medikamente shtesë, fshije një herë le dhe le. Normal, nuk është lehtë për ty, ti je në sprovë, unë po kuptoj. Por luftoje sot ke mundësi. Domthon përgjigjen këtë reagim. Shko duke paksu. Nëse për shembull e ke fshi 10 herë, fshije 3 herë. Fshije 5 herë.
ama shkoj duke paksu ndikimin e vezvesës, jo duke shtu, nga se vezvesja ka fillu me 2 herë në fillim, e ke fshi 1 herë, ka unë edhe 1 herë, qështu ka fillu, e dijune, pastaj ti duke u përgjigj ka shtu duke shtu 3 herë, 5 herë, 7 herë, 10 herë, të shko me shku duke u shtu, sa ti përgjigjesh, shejtani nuk të mshiran, wallahi nuk të mshiran, nuk të do të miren, ai do me të rruma tepër. Dikush ka vezvese në abdes, e lan 5 herë dorën, pse Allah? Po më duket, e ke la mirë, e ke la, në rregull është. Domthon mundohu që ti përgjigjesh vezvesës me të kundërtën e asaj që synon ai me ndiku te ti. Jo me në favor të vezvesës. Andaj ke fshin herë u kry. Po ka plën, po let ka. E çka nëse ka? Punë e madhe. Injoroje. Trajtoje me dominim nga ana jote, jo ajo me dominu ty, ki më pa me lenë edhe që shka më shku duke u paksu. Shka nuk u dëpsu. Normal se ajo është shmeton me një flusk, po ne kena faktorizu. Ajo është diçka që domon në esencë atje, po kur vjen të na botë e madhe, unë e kuptoj që ti ke problem, ty dëm. Po flas për origjinën e vezvesës, e dopt është. Vjen nga shejtani dobët, po na fat keq kur ti jap hapësira, bëhet i fortë. Bëhet me ndikim. Mos jap hapësirën. Bëhu e fuqishme, duke u mbështetur në Allahun te barekutaala, duke lutur Allahun xhalla xhelalu, duke pas mendim të mirë për Zotin xhalla wala sa i ka mendimu, duke u kthy tek burimi i caktuar i krizës dhe duke të kaluar me udhëzimet e caktuara fetare. Vazhdo me terapin. Varësisht nga mjeku që ta ka unë, përsi është i mjeku për terapi, nuk di unë. Unë përras për të tjerat që nuk kanë efekte anësore. Nuk kanë efekte anësore dëmshme. Përkundër, vallahi kanë veç efekte të dobishme qendrore, direkte në problemin që ti ke. Me këto që ti përmena. Dhe mos ju përgjigjesh, mos ju përgjigj, mos fshi ka 10 herë. Mundesh mos më fshi. Mundesh. Është kërkesa e branshës po, nuk të lëviz të dhon shumë durr vezvesja. Pa ju përgjigjti. Të ka bezdi, mos u merr me ta. Mundo më njeru, merr me punë tjera. Kjo është e vështirë, e kuptoj, vallahi e kuptoj që është e vështirë. Mirë po, kjo është rruga e daljes nga tuneli. Unë po të mësoj me dalë për tunelit. Ti mund të thonë, po unë e bona djaba ende terr është. E di. Vallahi kam shku duke ushtu terri. Mi po kam qenë në favor të dritës. Ti sa më shumë es në tunel për me dal, ti duke i ofruar dritës. Dha rrugë daljes. Po sa më tepër mbetesh në tunel pa lëviz, kam ushtuar errësira, vetmia, frika dhe paniku. Prandaj këto udhëzime janë për me dal. Kjo pas vështirë shumë herën e parë, ndoshta më vështirë herën e dytë, po përpjekja, rezistenca dhe dëshira dhe vullneti për t'ia dalë me lejen e Allahut kanë me triumfu mbi problemin që ti e ke dhe vezveset. Nuk është e pashërueshme. Nuk ka diçka që duhet më pajtuar dhe kjo është i tem. Jo, por kërkon nga një vullnet qoftë edhe aktrim. Se përjeton fare, aktora që ki vullnet, aktora që e disponuar. Sprish punë, fillon me aktrim, fillon me detyru vetveten me u disponu, fillon. Pastaj dhe nga dalë shkon duke u dobësu. Gjendja duke u hap qielli i shpresës për jetën tonë dhe jetën këtë tjetë që kanë probleme të tilla. Edhe të vezvesja që thash, injoroje, luftoje, tani kanë shkon duke u zbi. Mi po nëse i përgjigjesh, dhe dikur ju ke përgjigj vezvesën me 2 herë dhe s'ke pi medikamente. Tash i duhet 5 herë dhe 10 herë duke pi medikamente. Shiko, situata po shkon duke kompliku. Ma i përgjigja në vezvesë nuk po të sjell zgjidhje, po të sjell komplikim. A duhet me sy mbo me shku ka komplikimi? Andaj, nësë Allah që Zoti më ndihmu, shpeshtoje shumë gjatë ditës leximin e surës Falaq dhe Nas. Shumë lexoje, ka cilës Falaq dhe Nas me koncentrim, me zemër, çka po thosh, duke kërkuar ndihmën e Allah që të ruan Allah nga sherrët e shumta të dunjas dhe veçanërisht vezveseve min sharril waswasil khannas. Që Allah na mbron nga sherrët e vezveseve të shejtanit të mallkuar. Mendoj që këto udhëzime janë përgjigje, por nuk janë të tëra. Mendoj që duhet me vazhdu tutje me rrugtimin e shërimit, nësë Allah në gjellë leura që Allah me ja u lecu gjithve që kanë probleme dhe të lashe të kësën e tyre. Thotë, a shkon në gjenet pa mbules. Nuk jam në kompetent për këtë punë të ndërruar shikos. Gjeneti është i Allahut, a i gjykon për gjenet. E jam është me gjyku për veprat, a është në regull, a nuk në regull. Edhe këtë ju nga unë, po nga ato që ka thonë Zotit e Parëtore. Mbulesa është obligim. Zoti e ka obliguar femrën muslimanet të mbulohet. Nëse nuk mbulohet, bën mëkat.
Dhe mëkati nuk është i vogël. Mëkati nuk është i vogël. Me dorë Allahut me mëkat të madh nuk është punë e thjeshtë, nuk është punë e vogël. Çka ndodh pasoj Allahu e din. Por në esencë, besimtari përgatitet me dalë për Allah të mënduar. Edhe kur bën vepra të mira, e ka një dozë të frikës, sa thu vallë e kum bo që është duhet. Sa thu vallë e kum dal. E lëre më me mëkate. Prandaj nuk bën me shku me kësi që më thonë, me kësi shpresat kota, apo po në sfalna, po në kom zemën e mirë, në bëj mirë, mos luni me të ardhmen. Situata është serioze, vallahi, dalja para Allahut është shumë serioze. Prandaj, unë nuk di ku ka me shkuaja që nuk është mbulume. Unë e di se mbulesa është obligim. Dhe e di nga e që në ka mësu Islami, kush bën punë të mira, shkon xhenet. Kush bën mëkate, meriton xhenemin. A qënë Zoti që ka ndodhë nuk e di, përderisa është besimtar. Ka mundësi dënohet, ka mundësi për shkak të punëve të mira nuk dënohet. Por kështu me lënë çështjen e hapur është shumë e rrezikshme. Dhe padyshim se një besimtare e drejtë ka turp para Allahut të mënduar. Edukata e besimit në raport me Zotin e mëson t'i përgjigjet Allahut e jo të ik nga udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Prandaj them që nëse mbulohet e kënaq Zotin e vet. Nëse mbulohet e përmbush një kërkesë të besimit që ka besu në Allahun te bareku teala. Nëse mbulohet e ndjek rrugën e grave të devotshme, nënave të besimtarëve, grave të Muhamedit alayhi salatu wasalam, devotshmeve, grave të devotshme gjatë historisë deri në kohën e sotme, është rruga e mbulesës. Nëse mbulohet realisht shpërfaq një identitet, kush është ajo realisht që të ruhet nga çfarëdo ngacmimi dhe provokimi. Tregon se cila është edukata e saj, morali i saj. Nëse mbulohet, ja leçon vetës shumë punë tjera të adhurimit, largohet nga shumë punë tjera të këqija të mëkateve, që në mungesë mbulesës, ndoshta më lehtë mund të bien ato. E shumë tjera nga dobit e mbulesës, po mjafton një nga ato të ndruar shikos, mjafton një. Allahu xhallahu ala kënaqet kur një robnesh e tij, një krijesë e tij, një femër mbulohet. A është pak kjo që Zotin xhallahu me e kënaq? Dërsa nëse nuk respektohet urdhni i Allahut, Allahu hidhrohet. Kjo mjafton ti të përgjigje për çdo veprim, a më bë apo mos më bë. Edhe më që ka për tek kësaj edhe tjera çështje që mund të përmendet. Dallëndyshet nëse dëmtojnë, domthonë dëmtojnë balkonin ose shkaktojnë për shembull probleme, shqetësime, bën mi u prish strufullogun, edhe ato më ndërru dikon tjetër, nuk prish punë. Nuk bën mi dëmtu ato për shembull, ndoshta mi godit me gurë diçka pa nevojë. Ato ikin. Po nëse ka mundësi mi u bë diku në vend që nuk bezdisin, s'prish punë. Po nëse realisht bojnë problem, për shembull mundë me enjollos balkonin, me bën mbeturinat pa nevojshme, penguj njerëzit më u kënaq me hapësirën e tyre të caktuar në shprehje kështu me radhë, atëherë nuk prish punë me e largu kët dëm nga shtëpitë juaja. Thotë për një smundje që po ka problem, shërimi është dorë të Allahut azza wa jall. Dhe smundja është sprov. Edhe shëndeti është sprov. Andaj të mësojmë në çdo sprov mosil që është duhet. Në sprovën e smundjes duhet mosil me durim. Me bë sabër, sabrën në kupton, me rujt mendjen nga mendimet e këqija për Zotin, me rujt gjuhën nga fjalët e këqija, me rujt gjymtyrën nga veprimet e pahishme, me u bind Allahu te bareku teala dhe me kërku shërimin me atë që kena mundësi. Kur vjen shërimi, Allahu e din. Po nuk duhet mu bezdis, nuk duhet mu lodh e nuk duhet mu shqetësu. Dunia është e shkurtër, sikur që ka përfundon, pastaj tek Allahu shpërimi është shumë i madh nëse kena bë sabër. Na nuk duhet domon me kërku smundjen larg asaj, nuk duhet mu pajtu me të, por duhet me kërku shërimin, me ndru gjendjen. Por derisa ndron gjendja, derisa të arrijmë tek shërimi, duhet të sillemi sikur se na ka mësuar Allahu xhallahu ala me durim, përkushtim, adhurim, mendim të mirë dhe lutje të vazhdueshme Allahu xhallahu ala që Allahu ta ndryshon gjendjen.
Po kështë të shaj pyetja për me ekshamin, është tash përësia saj që ka ja bën, nuk e di rastin e saj, po e di se ka shumë motra muslimane, shumë të që punojnë, mësojnë dhe pengesa nuk është fare, dhe mbulesa nuk është për të fare penges, dhe më thonë, nga mira motra tona, do në të vendit tonë që janë mbuluar, më thonë, nështë një rast apo dy mund të gjërë se janë zbuluar. Më që zbulimi nuk e di pse ndodh, mund të lëshimi caktuar, dobësimi besimit, rrethana caktuar, por në esencë një motër muslimane kur mbulohet nuk zbulohet, alhamdulillah. Nga se kupton se tashmë ka ra në veprimin e duhur, në dukin e duhur, zemra i qetësohet, mendja i këndellet, Zoti gëzohet xhalla xhelalu, e padyshim se kjo për një motër muslimane është shumë domethënëse. Aja pse do me hek është problemi i saj, është çështja e saj personale dhe padyshim që nëse hek bën gjuna, në ato të përgjithshme. Nëse ka arsye të caktuara, duhet me u konsumë ndonjë hoxh që i njeh këto sene, që është i përgatitur, i cili domthon mundet me trajtu gjendjen e saj në bazë të gjendjes tja pastaj edhe përgjigjen adekuate apo. Dhe pyetja e fundit ishte, domethon kanë marrë një shtëpi, kanë blerë me kredi, e kuptojnë që nuk kanë bu mirë po tash nuk e pagu këstet, domthon e kësaj kredie, ndërkohë dëshojnë që të kursejnë disa para për me shku në haq, a bën njëkohësisht me i la borxhet në bankë për kredi, dhe njëkohësisht me kursy para për të shku në haq. Në esencë, duhet mas pari me i la borxhet, kjo është baza. Po nëse borxhi është i afatizum, do nuk është në kohë të caktuar, po më nuk është më njëherë me la, po çdo muaj e lan, atëra nuk prishpu me kursy para për me shku në haq. Unë ju preferoj që domethënë më mirë me la borxhin komplet të kredisë më një herë, që s'paku me zvoglu sa do pak, domethënë përqindjen e kamatës në borxhin total që keni marrë. Dhe pastaj konsideroni nga kjo bankës të kusoni para me shku në haq. Besoj që kjo është kuptim të prioriteteve, por a bën njëkohësisht e dyja të bën, s'prish punë. E lën borxhin që e ke me kredi dhe njëkohësisht, domthonë, kursimi i parave për haq nuk e dëmton procesin e pagimit të borxhit, mendoj që dyja shkojnë paralelisht, por është vetëm një preferencë, domethënë, në kuptim të asaj që çka është më e mira. Por a bën nuk prish punën. Shkuadruar, kjo është për sonte të tëra, me që kemi ardhur në minutët e fundit të emisionit tonë, nësë Allah që Allah të në ndihman, të në i leson punën tona, nësë Allah që Allah të i shërën të smurit tonë, të aletëson dhimbjet, mundimet, atyre dhe të aletëson Allah familjarëve kujdesin për ta. Nësë njerë zakonisht lutën për të smurit, po harrojnë familjarët, edhe familjarët janë sprovë me të smut e tyne. Nuk ka let me pas një smut e shmija, vallaj, nuk ka let me pas një njeri që realisht ka probleme në shtëpi, e ti dush me të më kujdes. Edhe familjarët duhet me i përfshin në lutjet tona, që kujdesin për të smurin, nga se kanë sevap të madh vallahi, kanë shpërblim të madh tek Allahu xhallahu ala për kujdesin që tregojnë ndaj familjarët e tyre. Allahu xhallahu ala i ndihmon çdo të pikëlluari, çdo të brengosuri, çdo kush që në mesin ton ka probleme, ka të lashe, Zoti i bë zgjidhje e rrugdale. Allahu ruajt familjet tona, Allah i mbrojt nga agjenda dashakeqe që synojnë rënimin e familjeve tona, shkatërimin dhe gjithashtu edhe tjetërsimin e funksionimit të familjeve në dëm të asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë, Allahu bëj që të na udhëheqë njerëz të duhur, njerëz që punojnë për neve e jo për vete. Lutë Allahu që të na udhëheqë njerëz të cilët e kanë dert e dhimbje këtë vend e këtë rini dhe punojnë për të ardhmen e këtij veni dhe për përmirësimin e gjendjes të përgjithshme të individit, familjes dhe shoqërisë. Allah na ruajt nga çdo e lig dhe nga çdo njeri i lig. Allahu na mbrojt nga çdo e keqe dhe nga çdo rrezik që mund na kanoset nga çfarë do anë, qoftë që ne e dim apo nuk e dim, Allah është mbrojtësi më i mirë dhe ai është kujdestari jon. Me kaq persona të ndroshë shikues, mirë takofshim në takimet e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.